angazhime. Lerta ke linë në Zvicër, apo kur ke shku në Zvicër? Jo, une nuk kam linë në Zvicër në moshën 25 vjeqare, do më thonë kom dal jashtë në Zvicër. Pse e le Kosovën për Zvicrën? A pa ndonjë arsye të fortë? Se u martova. S'ka arsye ma të fortë që kjo s'ka. U martova atje edhe u mundova mu mësu me jetën e gurbetit, po për mu ka qenë shumë e vështirë, se une këtu kam qenë 25 vite, edhe me fillu jetën atje u kone rëndë, pak në fillim, deri sa jam stabilizu me gjanat e mija atje, po tashti mirë është, po si vendet në ka, si Kosova. S'ka, po të ngrej tash Kosova, ngrej gjithmonë, dhe gjen një arsye për me ardhë, se cilën herë më shumë. Pa tjetër, na veç e kemë përkosh me jetën atje, se besoj që inshallah, po shpresoj që bëhet koha për me ardhë me jetu këtu. Shpresoj që të realizohet kjo dëshirë. Flasim pak për ty, moshën 25 vjeqare shkove atje edhe sigurisht nisi gjithë shka prej fillimit, sepse në një vend huj nisi gjithë shka prej fillimit, ambienti edhe gjithë shka tjetër. Me qëfar sfida u ballafaqove? Ndonë se the dhe ti është njëna për arsyeve më të mëdhaja edhe kur e ke dhe dashnin i harën këto tjerat, mandej sfidat edhe gjithë shka tjetër. Nuk e kum gjitë edhe shumë atë dashnin, me thonë, më ka mungu gjithë shka. Atje kur kum shku për herë të parë, jo mundu gjithmonë vetë, mas pari. Po të miren e kum pas që i kum pas familjarët e mi atje, i kom tezet e mi atje, kom doj, dhe kom familjarë atje që më ka nejtë ofër shumë, sidomos tezja e vogël më ka nejtë ofër shumë, me gjithë familjen e vetë, edhe një 5 vitet e para, kam qenë shumë, nuk e kum ditë, kam shku me një vend huj, se s'kam dalë jashtë, deri në moshën 25 vjeqare, veç deri në Shqipni, edhe në Kosovë. Se dim që shka qenë edhe atëherë edhe pa ajo viza. koha atëherë, po. Edhe kur dola, do me thonë, njerë mas pari me venin, nuk o adaptojsha me venin, pastaj shoqënia, rrethi, gjuha, gjithë shka ka qenë për mu si kur me linde para. Çdo send ka lind për s'pari herë, me mësu gjanat, po mas 5 viteve kum nis ka pak me u adaptu, me mësu gjuhën, rrethin, mu njoft me shqiptar, me mbramje, pastaj nisa mu marrë me muzikë edhe atje, se këtu i lash dasmat, shkova atje, krejt si një bot tjetër mu ka duk. Po tani masi nisa me shqiptar, edhe më ka ndimu për me majtë mbramje atje, me hin rreth muzikës, kështu që dikur u stabilizova. Qysh ishte pjesa e mbramjeve dhe pjesa e muzikës atje? Ndonë se e dim që në Zvicër ka një numër të madh të shqiptarëve, mirë po ndoshta nuk funksionon njëjtë, sepse e dim që kryesisht edhe mërgimtarët vinë në Kosovë kur bëhet fjalë për ahengje, për dasma dhe për gjithë shka tjetër. Për ahengje familjare po flas, ahengjet familjare janë njësoj. Se tash ka njëse dhe dasmat atje po bohen ma shumë. Tash sezona verës bile si vjetë, për krejtu ka në angazhume, po tash e shof që edhe në Zvicër i bojnë fejesa, martesa. Ndoshta ka njës pak mu dhe djesu shqiptarët, po jënë të njejta. Ambramjet dalojnë shumë, se për shembull atje është zhanri muzikës e cila kënohet pak ma shumë Tallava, edhe në përshisha baret të në Kosovë kënohen këngë të Shqipe, cilat jam rrit me to edhe i vlerësoj shumë, edhe nuk o që s'knoj Tallava, po jam shqiptar edhe ja ku nisë me... Pra ti përthu që në Zvicër kërkot ma shumë Tallava, ndrysh dalë me Kosovën? Po mendoj që po, pak ma shumë, se për shembull, ku më ka ra me kënu me një shisha bar këtu në Kosovë, edhe në Zvicër, ka dalu muzika. Tallava këtu nuk nohet në mbramje rinore, e kam fjallën. E në dasma? Veç në dasma po, këndohet Tallavaja mix, ma shkurt muj me thonë. Në dasma janë kërkesat ndryshme, mandej, varsisht edhe prej regione, po besoj se ku këndon ose diçka dalohën këto. Une nuk jam e komplikushme shumë, kështu që mundona mu për shtatë, në qëfar do mënyre edhe veç pozitive.